Në rrugën Vëllezëri Frashëri në Shkodër po zhvillohet një ndërhyrje e rëndësishme infrastrukturore për rikualifikimin urban të bllokut të pallateve me financim nga Bashkia Shkodër. Vlera e investimit kap shifrën mbi 21 milion lek, ndërsa punimet pritet të përfundohen brenda muajit qershor. Sipas teknikut të punimeve, Vitor Gaci, procesi ka avancuar në mënyrë të kënaqshme dhe aktualisht ndodhet në fazën e shtrimit të trotuareve. Ai konfirmon se ndërhyrja po realizohet sipas standardeve bashkëkohore. Punimet po ecin normalisht, jena mbrana parametër kohës, sepse kjo ka me marru në fund qershorit. Nga ky projekt përfitojnë 3 çifte pallatësh, siç e shihni janë rreth 2700 m2 që po shtrohen, filloi shtrimi me plak. Mandaj janë sinjalistika këta punë përmbyllëse. Me fjalë, është në proces të mbylljes punimeve. Para ndërhyrjes, banorët përballeshin me vështirësi serioze në lëvizje duke kaluar mes baltës dhe ujërave të zeza për të hyrë në banesa e tyre. Ky projekt është një tjetër hap konkret drejt përmirësimit të infrastrukturës urbane dhe kushteve të jetesës në zonat e banuara të qytetit.